Mos na I prekni fëmijët. Me këtë mesazh emocional, propaganda sërbe tentoi ta manipulojë të vërtetën nga një ngjarje në Gazimestan. Në rrjetet sociale u shpërnda një fotografi ku pretendohej se një zyrtar I policisë së Kosovës kishte sjellje të keqe ndaj një fëmiu serb. Por videoja nga I njëjti moment tregon krejt diçka tjetër. Në fotografi, polici shihet duke folur në telefon. Ai nuk ka kontakt fizik as me fëmijën, as me burrin që ndodhet pranë tij. Ndërsa në videon e plot shihet se një tjetër zyrtar policor I afrohet një vajze të vogël që po qante në krahët e një burri serb. Pra, një fotografi e shkëputur nga konteksti u përdor për të krijuar një përshtypje tjetër nga ajo që ka ndodhur realisht. Vidovdani edhe këtë vit u shoqërua me përpjekje për të përquar mesazhe nacionaliste dhe për të krijuar tensione politike. Por në këtë rast, videoja e plot hedh poshtë pretendimet e shpërndara në rrjetet sociale. Për të mos rënë pre e fotografive të prera dhe të lajmeve të pavërteta, ndiqni faktet, jo propagandën. Për të vërtetën, ndjeq dhe gjio post.